الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falenderojmë, prej tij falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavat dhe selamet, përshëndetjet më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik dhe familjes së tij të ndershme dhe të gjithë muslimanëve të cilët e ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar vëllezër, të ndëruar xhamat, vazhdojmë në ciklin e rrëfimit të Ibrahimit alayhi salatu wassalam, ku jemi duke përcjell këtë rrëfim nga Kur'ani famullar, nga rrëfimet e Zotit te bareke ve teala. Përmendëm në ligjëratën e kaluar fillimin e bisedës se si Allahu subhanahu wa taala tregoi se Ibrahimi alayhi salatu wassalam pas argumentimit me babën e vet, pas dialogjeve të shumta, pas manifestimit të tauhidit dhe islamit në mënyrë të ndryshme, herë me fjale, herë me prova, herë me thyrje të idhujve, mirë po pas shumë përpjekjeve, ai del i dështuar në kuptimin se ata nuk udhëzohen, përndryshe ai e realizon qëllimin e vet dhe ai e çon amanetin Allahu subhanahu wa taala në vendin e vet. Pas hedhjes në zjarr nga ana e popullit të Ibrahimit alayhi salatu wassalam, Zoti i Madh xhelle xhelalu e shpëton Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Atëra pasi që e shohin që Ibrahimi alayhi salatu wassalam nuk e djeg zjarri dhe e shpëtoi Zoti i Madh te bareke ve teala, duke mos komentuar asgjë, e që kjo është njëra prej metodave më të liga të kundërshtarëve të pejgamberëve dhe zullumçarëve, kur e shohin të mirën e besimtarit, kur e shohin të mirën e muslimanit, duke komentojnë. Pra kur e shohin se diçka e madhe po ndodh, diçka e mirë po ndodh prej tina, ata nuk e komentojnë, po e kalojnë kalimti. Dhe kjo ndodh shumë për njerëzve tonë dhe muslimanëve, kur e shohin një mirësi, e shohin një begati, mbyllin sit dhe e injorojnë ata. Andaj, shiko, Ibrahimi alayhi salatu wassalam kur dul pe zjarrit, do të ishte mrekullin vetveti dhe do të duhej që ata të pyetnin se kush e nxjerr Ibrahimin gjallë pe atij zjarrit 40 ditë i cili u ka ndez. Mirë po të gjitha këto i kaluan, sikur që i kalojnë zullumçarët vazhdimisht gjërat e mira tek pejgamberët e Zotit alayhimus salatu wassalam. Çka ndodh? E dërgojnë te mbreti. Në mbreti këtu në Kur'an nuk i është përmend emri, në librat e historisë, sikur që ka ardhur në librat e bijve të Israilit apo transmetimin nga israeliatët, e ka pas emrin Nemrud. Kështu e kanë thujt shumë prej historianëve. Do ta marrim këtu sa për shkruajt ngjarjen, për ndryshe Allahu subhanahu wa taala nuk e ka përmend me emër. Në surën Al-Baqara, në surën më të gjatë në Kur'an, veç me një ajet Allahu xhelel xhelal përshkruan debatin e Ibrahimit alayhi salatu wassalam me këtë mbret i cili e morin pyetje Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Thot Zoti jon xhelel xhelal në Kur'an: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahima fi rabbih an ataahu Allahu al-mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumeet qala ana uhyi wa umeet qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fabuhita alladhi kafara wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Thot Zoti jon xhelle xhelalu në Kur'an, kujtoje kur Ibrahimi alayhi salam, kur e polemizuan Ibrahimin alayhi salatu wassalam për Zotin e vet, për Allahun subhanahu wa taala, të cilit njeri, pra Nemrudit, Allahu i kishte dhënë pushtet, ja ka dhënë perandorin, ja ka dhënë mbretnin, sultanin. Idh qala Ibrahimu rabbi alladhi yuhyi wa yumeet. Ibrahimi alayhi salatu wassalam shkurt, me fjalën më të bukur, më të qartë, me argumentin më pa kundërshtueshëm, tha Zoti jam është ai i cili jep jetë edhe merr jetë. Pra ai që ka kriju mua edhe tyje, ai që ne ka kriju baballarët, e ka kriju këtë njerëzimin, e ka kriju dunjajën, ai më ka kriju edhe mua edhe tyje, na jena rob të atina. A ka më qartë? S'ka më qartë. Thot Allahu subhanahu wa taala, qala ana uhyi wa umeet. Tha edhe unë, shiko, dhe kjo është tentimi për ortaklëk, tentimi për shirk. Por ndryshe s'ka mujt me mohue. S'ka mujt me mohu se Allahu subhanahu wa taala është ai i cili jep jetë. Çka tha? Ana uhyi wa umeet. Edhe unë e baj këtë punë. Pastaj çfarë tha Allahu subhanahu wa taala? Qala Ibrahimu
Tha Ibrahimi alayhi salatu wassalam, sa i thënë intiqal, transfer. E kalon këtë, ka kalu manal. Do ta shohim sot me lein Allahu te bareke ve teala çfarë ka bëu Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Tha Ibrahimi alayhi salatu wassalam, Allahu Jelle Jelalu, Zoti jem, e sjell diellin nga lindja, sillet i ka perëndimi. Pra Allahu Jelle çet në sabah diellin, kthej aty në akşam. Pra ku të mrihen në akşam, kthej prap. Kthej çati ku ka dal. Apo thot Allahu subhanahu wa taala, fa buhita alladhi kafar. Ju mbyll goja pa besimtarit. S'pas ka me folmo. Sepse kjo është absurditet për ta provuar lere më për ta bë. Ti ti asë se veç me provu dukesh shumë ahmak. Mirë po e leje më për ta bë. Thot Allahu subhanahu wa taala, wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Allahu nuk e udhëzon popullin zullumçar. Zoti nuk e çet në selamet dhe ndrit popullin i cili ka bër zullum. Të ndërum xhamat, këtu përmendëm nga ligjëratën e kaluar hyrjen e kësajna, se cilat janë dobit e këtij debati, se si Allahu subhanahu wa taala e sprovon Ibrahim alayhi salatu wasalam, dhe pas kësaj sprove të ndërum xhamat, edhe pas kalimit të kësaj sprove, do ta shohim Ibrahim alayhi salatu wasalam tani më e ndal përpjekjen për rrënimin e idhujve, për ta ndërtuar një projekt të islamit, të tauhidit në familjen e vet. Andaj Allahu subhanahu wa taala do ta tregon dhe të na rrëfen se Ibrahimi alayhi salatu wassalam tani do të kërkon prej Allahut që t'i shtohet bindja që do të vijnë te ajetet wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kayfa tuhil mauta. Pasi që Ibrahimi kishte polemizuar me mbretin se Allahu jep jetë, edhe me rjet i ka kërku Zotit, kallëzom o Zot ta shomesi. Atë çka e polemizova me mbretin, kallëzom ta shomesi, të mbindet zemra deri në argumentin e synit. Ta shoh çysh ngjallët i dekti. Pastaj na tregon Allahu subhanahu wa taala se si Ibrahimi alayhi salatu wassalam ka qenë ndërtuesi më i madh i historisë së Islamit. Do ta shohim tani, këtë kohë do të merr tjetër jeta e Ibrahimit alayhi salatu wassalam në ndërtimin e Qabës, në zhvillimin e bijve të tij Ismailit, Ishakut dhe Jakubit, nipit të vet. Do ta shohim me lein Allahu te bareke wa taala. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyya në librin e tij Sawa'iq al-Mursala fi ar-radd 'ala al-Jahmiyyah wal-Mu'attila, në komentin e këtij ajeti të begat të Zotit të Madh te bareke wa taala, çfarë thot? Thot, ai i cili e mediton, pra e studion mirë ngjarjen e Ibrahimit alayhi salatu wassalam me Nemrudin, këtë zullumçarin e madh, i cili ka thonë unë jam Zot. Dhe do shohim çfarë lloj zotësie ka pretenduar. Ki s'ka thonë unë jam krijues, jo. Ki ka lip në nështrim. E Ibrahimi alayhis salam ka thonë nuk të bëj sejdë tije. As nuk të bëj sejdë, as nuk e pranoj se ti meriton më të nështruar. Sepse vetë Zoti meriton adhurimin. Andaj ki nuk ka lip se unë jam Zoti i botës, jo. Si sikur që mendojmë plot se çashtu mund me kuptuar nga konteksti. Do të citojmë fjalë të ulemave me lein Allahu te bareke ve teala. Çfarë ka kërkuar Nemrudi? Nemrudi ka thënë, çaj Zot i cili tyje nuk po të lë më mbind mua, çaj që më ka bëu më mbret po, ti dush më ngu mua. E Ibrahim s'ka thënë, ja Rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Unë ibadet i bëj veç atij i cili jep jetë dhe merr jetë. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyya, do ta shohësh në këtë ajet me gjithë shkurtesën e ajetit i cili jo një ajet, veç me një ajet e ka kallëzuar Allahu xhela këtë mesele. Thot, do ta shohësh argumentin më të madh, me shprehjen më të shkurtë, me rrëfimin dhe rrjedhshmërinë e ngjarjes së Ibrahimit alayhi salatu wassalam, në mënyrën më të bukur, se si Allahu subhanahu wa taala e kishte ndihmuar Ibrahimin alayhi salatu wassalam që të argumenton për Zotin e madh, atë çka s'e ban dikush me libra të tëra. Por Ibrahimi alayhi salatu wassalam dy pyetje, dy hapa e ka pukris, s'ki çka flet më. Një herë ja ka shpjeguar jetën dhe vdekjen, për s'dyti ja ka kërkuar vetëm një pyetje, ka thënë, "Çe dilli, kthej dillin, u kri muhabeti." S'kemi çka vazhdojmë andaj hiç. Se nëse ti, i cili po pretendon se jep jetë dhe merr jetë, ti mos e pas ke këtë kudret, ti e ke edhe kudretin me lëviz dillin. Pastaj çka tha? Jo. Por mos i jo këtu, jo edhe te e para. Thot Ibn Qayyim el-Jawziyya, thot Allahu subhanahu wa taala tregon se Ibrahim alayhi salatu wassalam i tha këtij njeriu, armiku të Allahut, Zoti jam është ai i cili i jep jetë dhe merr jetë. E ky i shkreti
filloi me përdor rregullat kota. Qala ana uhi wa umit. Tha edhe unë. Shiko, Allahu jo I let. Ama a banti ata? Ti e pretendon edhe unë. E çka bani? I mor dytë burgost me vdekje. Njënin e liroj, tjetrin e miti. Njënin e liroj, tjetrin e miti me shpatë. Edhe I tha Ibrahimit alayhis salatu wassalam, a jam unë ai I cili jap jetë? Edhe a jam unë ai I cili marr jetë? A mund e ban çta dikush përveç mua? Pra çdo ditë burgos ta kishë mujt ti mi mor, edhe njëri me liru, njëri me vra. Jo, pra bind mua. Atëherë Ibrahim alayhis salatu wassalam kalon në tjetër argument. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, filloi me përdor rregulla dhe fjalë të zhdrejtat pa kuptimta. Sepse Ibrahim alayhis salam shumë qartë I thon, ai I cili jep jetë, o Nemrut, ai ti çka të ka kriju. Ti po më thumune ja që e mita njënin e lash njënin. Ti morën qafë banë zullum. Dhe kjo është do të shohim të dobit. Traditë e zullumqarve. Zullumin e vet e ban rregull. Ki ka vrat njeri ka thënë që a u binde që unë jam ai? Po jo më që mu bindu në të e vrajt e njerin pa hak. Ka ndonë djetarë, ka mujtë Ibrahim a.s. shkurt mi thonë. Shkurt. A I muhabeti që kena të full na, jep jetë dhe mërë jetë, o shumë shkurt. Apo, a e lirove atë, po. Këta e vrajte. Në regull, në gjallë është ashtë. Qatë që ka jem të li puna, me në gjallë. Më nuk mund është me në gjallë. Por Ibrahim a.s. nuk ka diskutu më në këtë tem, për çfarë arsye thot Ibn Qayyim el-Jauziye. Thot, pasi që njërin e ka lëshu, e tjetrin e ka vra, atëra Ibrahim a.s. fa elzamahu Ibrahimu ala tardhi hadhihi al-mu'arada. I tha, pasi ti e paske këtë kudret, pra, pe I fol me gjuhën e tina, pe I flet me gjuhën e tina. Pra, o Nemrut, apo ti jep jetë edhe merr jetë. O dhe pësën jam të pashar budallëje. Po hajde po shkojmë deri në fund, peqojmë muhabetin deri në fund. Peqojmë muhabet. Çish me qu deri në fund? Thot Ibn Qayyim el-Jauziye. Pra, dietarët janë ndonë di komente të ndërum xhamat. Disa ulema kanë thonë kështu. Ibrahimi alayhis salatu wassalam ja ka pru një argument. Se ka kuptuar njëjtin argument ja ka shpjeguar në formë tjetër. Kjo është mendimi I parë I ulemave. Disa ulema të tjerë çfarë kanë thënë? Jo. Ibrahim e sa me ka pru një argument. Se ka kuptu, ja ka ndru argumentin. Se ka kuptu këtë argument, ja ka ndru argumentin. Këtë janë dy qaset ulemave. Apo, Ibn Qayyim el-Jauziye, Sheikhul Islam Ibn Taymiyya, Imam Ibn Kathiri dhe të tjerë nga ulemave, çfarë kanë thonë? Kanë thonë njëtin muhabet ja ka thonë, po fjalën ja ka ndruar. Çish ja ka ndru fjalën? Do shohim. Thot Ibn Qayyim el-Jauziye, thot, I tha Ibrahim alayhis salatu wassalam, duke ja zgjeruar në forma të tjera, pra sikur kur e merr, thua se pave që këni apo, këshire ka qëtëron. Apo, këshire pak ka qëtëron. I ba, dikuj në përshimu t'i e nëzirë në pasqyre. A nuk e shë vetër, mi thu, kata, prit ka ona tjetër. Apo, ja jep ti në formë, qatë sen, po ja sil ka ona tjetër. Qka I tha? I tha Ibrahimi a.s. Ti cili pretendon se je Zot, për me mbind mu që je Zot, du të me dhan jetë dhe du të me marr jetë. A I tha, ana uhi wa umit. Tha, po be une jap jetë edhe marr jetë. Edhe ja pruni këtë shembull. Tash Ibrahim a.s. me pashin këtu, apo me pashin debat gjatë, e kish tjerë shumë debatin dhe kish dalë prej qëllimit. Çka I bani? Tha, në rregull. Pra, në rregull që pe marr, veç edhe një punë bane masi kanë si Zoti I madh, edhe u kry. Apo që kërë thu, ti mashallah po dyshe, apo e kini pa do, I di në gjenet kush ka me hi, veç të jemumi se di vla. Po ti o vla, ti bi di ku ka me përfunduaj, ti të jemumi dush me dit, apo. Ti kur nuk e di ujin, që di gjakin. Ti kur nuk e di që abdesi që shmirët, ku e di aj ku ka me përfunduaj. Ti kur nuk e di në dispozit vogël, që e di në dispozit madhe. Apo, nëse njërin të ndërum gjëman nuk di me kap shtrafsigerin. Edhe me të thamë, për që më qaj njëti, une e kam maru aeroplanin. Ska lidhe që unë s'di me kap stafsigeri. Po qysh me thot I stafsigeri s'di me kap ndorë, s'di me e kap, nuk di me e sil. Ama aeroplanin unë e kam kriju, unë e kam planifiku, inxinjeria eme. S'ka mundësi. Çka pi thot Ibrahim a.s. Pi shkojnë ambo abetit tanë në mrut dërin qosh. Apo thu që je Zot, po, u kry. I jep jetë, merr jetë, po. Fa inna Allah yati bi shamsi min al-mashriq fa ati biha min al-maghrib. Ai Allahu çka po të flasun, ai edhe jep jetë, edhe merr jetë, edhe dillin, unë sipas mua e bjepi dillit pin lindje deri në perëndim. Ti, masi po do të këtë cilësimi amor Zotit, ktheja dillin.
Pra, çka i tha? Thot, ai çka ka kudret me dhon jetë, ai do diellin e lëviz. Se kur ti jep jetë edhe merr jetë, edhe dielli mundesh me lëviz. Fa buhit alladhi kafar. E mos anëz dikush ka më fol. Apo, andaj thot Ibn Qayyim el-Jauziyja, thot, andaj i tha Ibrahimi alayhi salatu wassalam, nëse je i vërtet në fjalën tënde dhe pretendimin tënd se ti jep jetë dhe merr jetë, atëherë vazhdoje këtë kudret duke e lëviz diellin dhe hanën. Andaj Ibrahimi alayhi salatu wassalam nuk kaloi në argument të parë duke lanë te i dyti, por argumentin e njëjtë e zgjeroi. Argumentin e njëjtë e ka zgjeruar. Kjo është komenti i parë të ndëruar xhamat se si e kanë komentuar dietar pse ka dalë prej ngjalljes në tekme te dielli dhe te lindja e diellit dhe lindja dhe perëndimi. Kjo është komenti i parë i ulemave. Komenti i dytë të ndëruar xhamat, cili është? Komenti i dytë është kështu. I ka thënë Ibrahimi alayhi salatu wassalam, Zoti jam jep jetë dhe merr jetë. Ai na krijon, edhe kur doje na vdes. Apo, që kjo Zoti jam çka une për adhurimin e ti nuk të baj adhurim. Ka thënë, ana uhi wa umit, edhe unë jap jetë dhe marr jetë. Apo, te këta ulemat grupi tjetër, çfarë kanë thënë? E kanë komentuar ndryshe. Kanë thënë, këtë argument ja ka sjell Ibrahim alayhis salatu wassalam. Ky i mirë se ka kuptuar, ose o shtirë se s'pe kupton, ose a kon të veçel deri në atë nivel që ka thënë, ana uhi wa umit, edhe unë e baj këtë punë. Apo, dhe shumë të ndëruar xhamat ja u merr mendja njerëzve se i bëjnë disa punë me rregullat e veta. Ibrahim alayhis salatu wassalam po na mëson këtu se kur të pretendosh diçka duhet mi ia dhon rregullat e asaj fushë. Jo ti, për shembull, njëri prej neve mundet me marr musafin, edhe kënaqet të shtëpia, s'do të lexoj Kur'an. I jep zor apo. Edhe ja merr mendja se po di. Çish me ditë na ato ditë sa do ditë? Çoj vllate hoxha. Çoj ta afozi. Ai thotë ndërum ti s'di me lexoj Kur'an. Çish vezi punon të shtëpia, disa jep zor. Ti jep zor, mos di me lexoj Kur'an. Apo. E tani, tash, shiko çka i tha Ibrahim alayhis salatu wassalam. Qala rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Zoti jam jep jetë dhe merr jetë. Qala ana uhyi wa umit. Tha edhe unë bëj këtë punë, edhe unë jap jetë dhe marr jetë. Apo, oj goja snalët, oj kjo pa ashtu. Ama hak, a mund të nxjerr? Sa njerëz thotë, edhe unë e di me këtë punë, edhe unë e bëj këtë punë. Apo, edhe unë e bëj një aeroplan, hipni këtu edhe, apo nuk mundna me i valla ti biletrë se pas ke marrua. Andaj ky njeri filloi me hije në labirint pa kthim. Pa kthim. A mund të paramendoj njëri të ndërruar, veç paramendoj njëri me thon, unë jam marr njërit jetën edhe ja jap. E tash ti thu, po, a e bana? Po hajde, e kam një babgjish, aje i para një 4 gjysh, ngjall ma. Ama ka dale, o ngjallë. Kur të pretendosh dush me e bëhe. Ai çka pretendon i lipët fakti. Andaj ka dhënë dietar, kur të pretendosh argumentin, kur transmetosh saktësinë. Fa in kunta mudda'iyan fal dalil. Nëse je tu pretendu diçka, bëma provën. E nëse je tu transmetu diçka, ka të drejtë. Që kjo ilmi të ndërum xhamat. Pretendon me fakte dhe transmeton me saktësi. Që kjo ilmi. Allahu xhelan Kur'anin se ka bë. Pretendon me fakte, ta bje faktin dhe edhe transmeton me saktësi. Kështu ka qenë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Ta dietar ka thënë Ibrahimi alayhi salatu wassalam, kur e pa ky se pretendon kot, tha le këtë argument dia. Çat bëj unë, se si të morr vesh. Kalojmë te tjetri, cili atëre ka nxjerr në univers. E ka nxjerr në univers. Fa inna Allah yati bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib. Allahu jelle wala tha Zoti jam me bie diellin nga lindja në perëndim, që je ti Zot që para të herë se morë vesh bëre dytën. Po bindum edhe me çkëtë argument, edhe u krye. Tha Allahu e bie diellin prej lindje, kthej atë ti tha në perëndim. Ka pi perëndimit, kthej në lindje. A ka takot njëri me shti diellin? S'ka takat me shti diellin. Madje një tavolinë të madhe më ia dhan, i thot, "As pak ta mojna bashk." Pse? Se s'ne bajna. Po para mendo për shembull, një shtëpi me e bajt. O para mendo ti një trup ala më të madh me e bajt. Është absurditet.
Andaj Ibrahimi a.s. kur e pa se ky nuk pe kupton argumentin e parë, çfarë e kalojnë diçka edhe më të pamundur që të mbyllet goja aty por aty. Kjo është ndërmjet xhamat ajo që ka përmendur dietarët në këtë shpjegim. Pra janë dy forma. Njëra është e ka përdorur njëjtin argument, dyta është i ka përmendur dy argumente Ibrahimi a.s. E tjetër meselë të ndërmjet xhamat që ka përmendur dietarët pas se të kalojmë te dobit edukative te ky ajet, cila është a ka pretenduar Nemrudi se është krijues apo ka pretenduar se meriton mu adhurue? Apo, pra, a ka dash me kallëzue se une jam ai i cili krijoj, apo ka dash me kallëzue që une du të më mungu, du të i tat? E ka lip të dytën. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala në përmbledhjen e fetvave të tij në vëllimin e 6, thot fa hadha qad yuqalu innahu kana jahidan lis-sani'i wa ma hadha fil qissatu laysa sarihatan fi dhalik. Thot mund të paramendohet ose të thuhet se Nemrudi e ka mohu Zotin. Mirë, po argumenti në Kur'an nuk u i qartë. Por nuk duket se e ka mohu Zotin Gjelle Gjellal, Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot bel yad'u al-insanu ila ibadati nafsihi wa in kana la yusarrihu bi inkari al-khaliq mithla inkari Fir'aun. Thot njeriu ka mundësi mi bo ftes njerëzve, mi bo ibadet ati, me adhuru ata. Thot edhe pse ai nuk e mohon Zotin. Sigur Firauni edhe Nemrudin këtë rast. Andaj të ndërum xhamat, Nemrudi a ka lip mu adhuru, a ka pretendu që o Zot, ka lip mu adhuru, ka lip mu adhurue. Argument dhe sigur i ka thonë që dilin, këthaje, jasën e këthaj. Pra, nuk ka vazhdu ma në tonë me ka dhut, po jo unë e muj me bëha dhe qëta. Ose si ka shku ndërmend mo diqka tjetër me thonë, se përshimu unë e zbriti shijun, apo unë e nëzjeri bimën, apo unë e baj bukën. Jo, asë janë nuk ka prendu. Për shfar asyjet të nërru në gjemat që të del në pah se Nemrudi nuk ka pretenduar hynitet. Qka ka pretendu? Ka pretendu uluhije. Qka i thënë uluhije? Mi u binda tina, ngojë muë. Ka thonë Ibrahimit ngojë muë, ma më sejde. Apo? Ngojë muë bëse. Ibrahim a.s. ka refuzua që t'i ban sejde Nemrudit la'natullahi alej. Tjetër të ndërum gjëmat që kanë zirë djetarë prej kësana. Njëra prej dobive që i kanë zirë djetarë tek Ibrahim a.s. me Nemrudin, cila të ndërum gjëmat, se Allah subhanahu wa ta'ala ka sprovu shumë Ibrahim a.s. Apo, e ka sprovu me babën e vetë pagan, e ka sprovu me popullin e vetë pagan, e ka sprovu me gjyqkimin që ja banëm kur ja u thej idhujt, e ka sprovu me hedhin në zjarë. U dishojmë sprovat e Ibrahimit a.s. pasaj kur ta kryoj familjen e vetë, kur të bëhet familjar, kur të ndërtoj qabën, kur të të urdhroj Allah subhanahu wa ta'ala me i nda, një në ngruje me lan një rak, e tjetër me quë në qabe, në gadishullin arabik, e ku ta urdhroje me prej djalin e vetë, e kështu më ratë. Andaj thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, idhi btela Ibrahim rabbuhu. Allahu gjellu ala thëtë, Ibrahimin e ka sprovu zoti vetë, e ka sprovu e cila është sprova që do të ndërum gjemat e Ibrahimit a.s. Dikush thëtë, pa një veç muhabet kanë baje. Ja, të ndërum gjemat, nuk ka sprovë më të madhe për pengamber se sa mu sprovu me të padishmin. Me padishim. A ka ma i padishim se që kaqë? A i ka ma padishim se që kaqë? Ta shkëshyret për shimull ahmaklëkin e Nemrudit, që ta kuptosh sa ahmakan që i adhuron aj ketë. Nemrudi se ka kuptu Ibrahimin a.s. apo u ka shtirë se ka kuptu kur i ka thonë Allahu jep jetë dhe mërë jetë. Ka thonë edhe une. E që ka bëhe ka vrani njëre, ka shlu një jetë. Para meno qëfar të veqeli o ky, dhe para meno të shket që ka adhuron ketë. Para meno qëfar Zoti kanë këta, i cili thot une jep jetë dhe mërë jetë. Qish, shko në mërë një krije Zotit e mitë. Jo thot që e vrajta une. Dhe vrasin e ka qujtë marrë jetë. Dhe e ka marrë një të burgos, i ka thonë ti e përjetëshëm, apo të mburg, shkoj e i lirë, që ja dhash jetën. Ibrahim a.s. 100.000 lafë e ka mujtë mja thonë këtu. O, insan, Allah e ka kriju këtë. Po dhe ti ka kriju Allah. Dhe ti i kon lirak një ditë sot je bo njeri. Po këtë asyje, qka nëzirim nga kjo të ndërum gjëmat? Sprove, pengambarve, është mu sprovu me ignorant. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është sprovu shumë me ignorant, me të padishëm. Andaj kur e kanë qunë Taif, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka shku me boda vet. Dhe e kanë shlu budallt. Ai pari atënve i kam lidh do budall. Tamam budall. Ju ka dhënë gurzi. Ka thënë ku të ka përcej çiki njëri, gjune me guri. Ai budall as ditë gjuje. E kanë gjakos pejgamberin sallallahu alaihi wasallam
derisa thot Aisha radhiyallahu anha e kanë pyet Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, a ka qenë Uhudi më e rana për tyje, se në Uhud ja kanë thënë dhon pejgamberit alaihi salatu wasallam. Ka thonë jo Aisha, në Taif e kanë pas alamazor. Në Taif, sepse budallët e kanë shluar, ignorantin ja kanë shluar. A ka ma këtë se me ta shlu ignorantin? Në Persi të ndërum xhamat, persianët e vjetër, sot Irani, sot shumë. Persianët e vjetër, kur e kanë dash dikan me burgos, burgjet i kanë bë kategori. Apo, nëse u kanë gjunaj, gabimi i let, çfarë kanë bë? E kanë burgos me njerëz, me shumë njerëz. Edhe aty ai vetë e kanë nxjerr pi qytetit e kanë shtin në burg. Ama aty mrena ajo ka një gjim qyteti. Rri me njerëz, fol me njerëz, edhe burgu më i let. Sa më i vështirë mëkati e kanë bën më të izolum. Edhe pastaj kanë kriju çelia. Apo, jo rastisht çeliën e lënë vetë njerëz, që të livritë bimenes. Edhe kur kanë dash dhe kanë me torturu shumë, çfarë kanë bë? Në çeli e kanë shtini budall. E kanë shtini budall, e kanë thonë ti burgun e ke kështu. Çfarë çket budallën e ke këtu, koleg në burg. Apo, andaj njëra prej sprovave të pejgamberëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Ibrahim alayhis salam ka qenë sprova me ignorant. Edhe s'di, edhe këshire shtu. Edhe s'di, edhe ka pushtet. Se veç mës me dit, edhe s'ka pushtet, jetë një budallë që ti. Po me dit e me pas Facebook. Mës me dit e me pas Facebook. Baba ma keq. Nuk di edhe ka TikTok. Ala ma keq. Apo, nuk di edhe ka Instagram. Ala ma keq. Sa i përshimu i ka bo ati 50.000 veta. Edhe 50.000 veta budollëllëk i torturon për dit. Apo, tash përshimu, parameno, ka TikTok, ka Facebook, ka Instagram. Parameno me konë edhe në qeveri. Apo, zamet i madhë bot. Do më thonë, budala, sa ma shumë që i shtohen këto efekte tjera, performancat e fuqijës, bëhat shumë. A dhe që ka të allo, vë idhi tela Ibrahim rabbuhu, e kish provu Ibrahimin, Zoti vetë gjellë gjellalu. Si ka sprovu të ndërrum gjëmat? Me Nëmrudin. Nëmrudin leje që është i padishëm, leje që është arrogant, edhe ka takat. Dhe ka takat dhe që ka më të thonë vrane, përvec se Allah e ka mbrojt. E ka mbrojt. Apo, dhe do shojmë pse s'ka thonë vrane. Nëmrudi, apo, që e kish kundër men? Po i Nëmrudi aj që e vrajti njerin, bigajri hak, vrajme dha që ta veç që kalzoj këtina, për ato njeri, ati kushave, kur që heq nuk ka njeri të pushtetar. I mur di njerëz i pi burgit, tha Ibrahim, zoti jot çka ban? Jap jetë me rjet. Beri ka tha, mite, si kur gjë heq? Parashtrohet pyetja, pse në fund, kur ju mshel goja, nuk tha, po vrane be edhe ket? Vrane edhe ket. Që me bomës me vra, kitë popli shkon ka Ibrahimi a.s. A dhe që ka po ka thënë, largojo për këtu. Haj, tamam, te i pas këni zot, apo veçle, që të rijen pushtet. A dhe i intereson pushteti. Andaj, atahu Allahu l-mulk. Andaj, sprova Ibrahimit a.s. ka qenë cila, sprova me të padishmit. E thot Aisha radhiyallahu anha pyeta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thash ja Rasulullah, a Uhudi ka qenë më i rani për ti? E tha jo. Në Taif e kanë pas shumë ran. Jam alivanos për budallëve. Dhe pasaj që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahumma faghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Tha o Allah, fale popullin tem, se këta nuk din. Këta nuk din. Që nuk din në rregull. Por kur veprojnë me padia, ajo është e keqja. Ti që s'di nuk ka problem. Ti mundesh me kanë i smut, edhe nuk di çish mushnosh. Apo, deri këtu jemi në rregull, të ka ro gripi, edhe ti thu, çka të bëj se temperaturë kam. Këtu jemi në rregull, kini smuje edhe ti s'di. Kjo në rregull. Kur janë smu bëu doktor i vetes, është rrezik. Nuk ka rrezik që të ka jep temperatura. Rreziku kur ti vepron me ignorancën tënde. Çish heket ky rrezik? As dhe po, shko te doktori. Të kallzon ai. Andaj, sprova Ibrahimit alayhis salam, cila ka qenë sprova me Nëmrudin e padishëm, i cili leçi u kanë i padishëm, pi thot Ibrahimit ti mundesh më bind. Sikur që ju thonë plot pi njerëzve sot njerëzve, shtete, parandori, marrë njerëzi, thot ti mundesh më bind, dhe vetëm mundesh më bind. Apo, pavarësisht a di as di ai, pavarësisht a në rrugën e drejtë nuk ka në rrugë, neve kemi na u bind. Sikur që ju shohim sot bota, tenton me ignorancën e vet me e bind, çfarë? Mi bind musliman se ju duhet me kon si na. Ani pse na janë ndalalet, ani pse na në zhvesh, ani pse na për shembull kam rënë niveli përdorimi drogës maksimum, përdorimi alkoolit maksimum, përdorimi shkatërrimeve deri maksimum, s'ka lidhje ju doni më osina, si doni më kon civilizum. Ç'ës dojna? Apo, ç'ës doni? E ç'ës doni? E dini, pasoja. Andaj Nëmrudi u sprovue Ibrahim alayhis salam me ta. E ç'është sprovu? S'ka ma këtë se mu sprovu me ignorant.
S'ka ma keq. Shiko prindërit të ndërum xhamat, baba e nana, mos provu me gjallë për shembull pa edukum. Shpirtin ja ha. Me bo me qëllu një evlad. Apo, evladi Allah në edukoft evladet e tonë, ja Rabbel Alamin. Se nuk ka sprov më të madhe se sa, qëfar? Me dal i pa edukum, kush? Djali. A e dini të ndërum xhamat se sprova e evladit, edhe kaosin, edhe tërmetin, edhe vërshimën, ti, qëfar? Ti zvoglon karshi sprovës e evladit. Tërmet mu kanë të bo, ama ti thu, me kanë ti në dhomë, edhe të bo tërmet. Apo, ti do me hik, ama në këtë qatë zahmet, të ta ka përshë dhe vladin, apo? Se them shumë. Nuhi alayhi salatu wassalam, as shumë i ka dhim të vladi, kur i ka dali pa edukum, pa besimtar. Qëfar ka bo? Ka nis uji me mor Irakin, ketë me mor, me veti. Apo, shiu prej nalt, edhe toka të nxirr uji. Edhe anija e Nuhit alayhi salatu wassalam i vetmi mjet shpëtimi. Kaoso të ndodh. Atu shkatru njerëzimi komplet, përveç ku shqip në nije. Kitë ka ciklet, Nuhi a.s. mendi ka të gjalli vet. Ja bunejër keb ma'na, o gjalli e mec me muhe. Pse? Se cikleto. Cikleta e vladi me dali pa edukum. Andaj, sprove për nga marve, ku ka qenë të ndërum xhamat? Janë sprovu me ignorant. Dhe adash me bo sabër me ata, me eduku, me edu, sa ka duru Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me eduku dhe me i gdhen të arabët. Vazhdimisht ka duru, pse? Se ka thonë, nuk po din. Nuk po din. E njeriu leqës di dhe menon që di. E kjo e mitë ketë. E nësë ja shtojnë a pushtetin, atër është kiamet. Jo rasisht ata edhe adhurohen. Tjetër të ndërum xhamat, çka mësojna prej ngjarjes së Ibrahimit alayhis salam me Nemrudin dhe debatin me ta. Thot Allahu subhanahu wa taala, lam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu al-mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Shikoj të ndërum xhamat, tema e cila po bëhet në mbretërinë e Nemrudit, cila është hajja Ibrahim fi rabbi qala rabbi alladhi fa inna Allaha ya'ti bish-shams. Tema është Allahu, Zoti i Ibrahimit. Pse ka thonë të Zoti i Ibrahimit? Se veç ai i ka besuar Allahut për Zot. Këta se kanë adhuruar Zotin. Pra Ibrahimi alayhis salam ja ka imponu temat shtetit komplet që të mirën me atë që ka do Ibrahimi alayhis salam. Cila ka qenë tema e Nemrudit? Zoti i Ibrahimit. Ibrahimi alayhis salam kur hini me debatu me Nemrudin, a jardmare? Jo. Qal rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Tha Zoti jam. Çka i bie kjo domos? Zoti jam. Fa inna Allahu yati bish-shams, Allah e bedillin. Për tregu se Ibrahimit alayhis salam, nuk i jardmare sikur që na vën plot pi muslimanëve, apo mos ta morin vesh të çifalna. Jo, do të jetë musliman si kameleona, erna tonë erketona. Mos ta morin vesh të çininoj, s'kam qef me dit. Pse s'ki qef me dit? Qala rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Zoti jam, publik po të kallzoj, unë ja adhuroj Allahun subhanahu wa taala. Të ndërum xhamat muslimanë më kanë krenar me fenë vet. Mos u tut pi pianecit, apo vën ki s'ka merak me kanë shumë fetar, apo mos i thuni këti selam aleikum, thuni përshëndetje. Ka merak i çështo. Po në të ketë marrë merak selam aleikum, valla në musliman. Nëna musliman usun mshejna, nëna ninushëm, nëna xhorushëm, apo ka raste ku ti mundesh me kon në kriza, mundesh me kon në zora nga mesele tjetër. Ama në raste të zakonshme kur ti sikur fal sikleti dhe me mshej fejen dhe mu turpnupi fejes tane, jo. Qala rabbi, ai Zoti jam është Allahu. Fa inna Allaha, e përmeni Allahun. Njëra përmeni Zoti jam, pastaj fa Allahu subhanahu wa taala. E nuk du të me narë neve marë për fejës tonë të dërun gjemat. A Ibrahim a.s. në mëson, mos të të vjene marë. Nëse agjero, publikisht agjero. Falësh, publikisht falu. Je mbulu me mutër muslimane, publikisht, ajo du të me ditë ketë. Nësë në mshem bulesën. Apo, andaj, le ta bëjmë islamin pjesë kënarijës tonë. Jo arrogancë tonë, se i përzindo. Thot të gjahilet edhe i këshirë shtremt. Jo. Ajo ti të adhru vetën mësane, ti hinka kibri ati. A ka plot e muslimanëve, këta e kam fatkeqësisht. Apo, i këshirë këtë musliman shrep. Kjo a meselet që ka probleme psikik me vetën e vetë. Sa i kur sa ka në krenar dhe kur s'ka pas përmbushje të nevojave të veta, e ka gjithë ashtë islam, thot që këto edhe munohet me shtrin një loj nëmrudizmi në mesin e muslimanëve. Jo kjo. Ama mu me marë që jam musliman, jo vëllë.
Me tar marë pi ati cili s'falës e ti falësh, jo. Me tar marë pi pianecit e ti spiraki, jo. Neve nuk tërprohemi pi islamit ton. Ne ndimi krenar, jo veç ka që ndërum gjëmat. Ne shojmë obligim këtë mu ba musliman, nëse dojnë me shpëtue, se nuk mundën me shpëtue. Apo, nuk mundën, a të ven marë dhe njarë me angërbuk? Jo. Bileja ki pa kur të ka punësia, me të ka punësia. Me të ka punësia, se ki ka e lekuia, a mi disu, bere të adhe buk, bere të adhe buk. Pse? Andaj njerëzit i shek në nevojat e veta, nuk ju vjen mare. Mos lejojmë ignoranca, me ignorantët e vetë, na bën neve shtypje, me thanë, që e këto? Jo, ju i një gabim. E jo gabimtare me të thonë ti e të shku në gjami. Që e ki, shkon ka gjami e të shki. Po shkoj ka gjami o dhe zonë e musliman. Unë e falna. Po, familja eme është e devotshme. Familja eme ka islamin. Na e kemi islamin. Na jemi me Zotin Gjelle Gjelalu. Ju duni mu tërbruhe që nuk jeni në fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe të musliman fatkesish për ndodhe kundër ta. I ven marë për fejës vetë, i ven marë. Apo, ti kushtat pika për djogjë, po pitjeve. A bano gjonë mës t'i kalzoj. Pse mës t'i kalzoj shti shefit? Ska me raki ta diju në që falla. A tu falla për podruma gjë. Jo. Kalzoj, unë falla. Apo, falla. O e ndërum gjëmat, mos t'ju vene marë, sa ato e din që eksiston një islam. Kejt ato shkas janë një islam, ato e din që eksiston një islam. Edhe o shveja ma madhe më bot, ma e famshmja më bot, ma me ndikimi më bot. Tjerat janë të flet. Apo, jo rasisht e përdorin zjarrin dhe fuqien, veç me kazu që edhe unë jam këtu. Sepse, shikoj Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. A i kishte provat me veti. Apo, ju, masi qatë shumë kokshi me prova, s'ka nevoj me torturu një njëri. Ama për shkak se kur anë drejt, dhe me torturu, se kipi ka faktët. E kur i ki faktët, apo, atëherë bëhesh tem. Andaj muslimanët nuk duhet tërprohen nga vetja e vetë. Po, a du të mu tërpru pi mëkateve, po. Dhe mos t'i ngatrojmë digjora. Na shpeshar po krenohemi me mëkatët tona si musliman. Shumë njani për neve mund me pas karakterin të prisht, o arrogant, o i keq, s'di musil me njerëzvi. Edhe pastaj e ngjesh me islam këta. Jo, mos e përzive vëllai islami. Kur me pejgamberin sa të kam mësu musil keq? Kur me pejgamberin sa më ka thonë musha? Kur të pas ka thonë pejgamberin sa të më bë arrogant? A nuk vëna vën marrë epi Zotit që kena me thonë Allahu subhanahu wa taala? Që pejgamberin ka mësu. Jo, ti thoj unë kjo fa jam vëllai. Unë jam fa jam, kjo mangësi e jemja. Islami është i pastër. Thot Ibn Qayyim el-Juzeyy rahimahullahu taala. Thot, çfarë kanë pejgamberët për arrogancën dhe pasjelljen e ndjekësve të tyre? Çfarë faj ka? Çfarë faj ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njëri pineve si ummet i tina, sillet jo si ai. Andaj, çfarë duhet bëjmë? Të krenohemi me islamin ton, ama me mirësitë tona, me karakteret e tona, me moralet e tona, me bamirësinë ton, me shtrirjen e dorës për jetimin. U krenoj Allah, na i kena çto fe, rregulla i kena këto. Dhe mbanë mend të ndërum xhamat. Ai i cili e ka përsos fizikun e njeriu, e ka përsos më tepër shariatin e këtij njeriu. Nuk atë vën marrë ti e për shembull pi vetvetes, pi fizionomisë tonë. Jo, apo bile krenosh. E si ka mundësi të ndërum xhamat na mu krenu me krimin e Allahut, a mos më mund mu krenu me shariatin e Allahut subhanahu wa taala, me fejen e tina. Tjetër të ndërum xhamat, çfarë mësojnë nga Ibrahimi alayhi salatu wassalam në raport me Nemrudin. E para që e ka përmenë Allahu subhanahu wa taala për Nemrudin, çfarë ka thënë? Ka thënë en atahu Allahu al-mulk. Se Allahu subhanahu wa taala ja ka dhënë pushtetin. Allahu ja ka dhënë pushtetin. Çfarë kanë nxjerrë dietar piksana të ndërrum xhamat? Thot autori i librit Fi Dhilalil Quran, në hijen e mësimeve të Kur'anit, thot ky pushtet ka qenë sebeb për degradimin e Nemrudit, e që do të ishte e duhur e kundërta. Çka të thonë? Në vend se Nemrudi me thonë Allah i ma ka dhonë pushtetin, a i ma merë, ajde të bona musliman, ti nështrojmë Zotit Madh Gjelle Gjelalu. E kundërta, është bo sebe pushteti, a i mu bo arrogant. Andaj, shikot e ndërum gjëma, sa për njerëzve qaj sebeb shka adash me uzu, qaj e devion. Fatkecisht. Do më thonë, ti thu për shemë për plot për njerëzve, që ki ka bo pasuri, u bo zengin, ka ndrejt shpi, ka bo vetura, ka bo ekstomara, ki sigurisht mu konë ma musliman se na. Fatkecisht e kundër ta. Fatkecisht. Do më me këshirë kështu me logik.
Në njëri i cili e ka rrogën 200 euro, me një njëri që e ka rrogën 500 euro, me një tjetër që e ka rrogën 1000 euro, me tjetrin që ka i vinë 10.000 euro për qirajës, me tjetrin që ka i merë 40.000 e 50.000. Me këshirë me logjik me islam, cili du të më konë më i devotshëm ndaj Zotit, çikish ka i merë 50.000. Se pi Zotit ato morë ma shumë. Nëse a mundet për shembull mu falë ma shumë, ky 200 euro ma shumë se këtë 50.000, me logjik s'du të më konë qashtu. Pse? Sepse çiki ato morë për Allahit ma shumë, andaj du të më konë ma i bindshëm ndaj Zotit. Andaj çka thot djetari? Thot an atahu Allahu al-mulk, çka? Allahu ja thot, ne e dham pushtetin, aja dash mu udhëzu me këta. Do thonë këshira, masi Allah ma dha këtë mundësi, on do të dindër ati i cili ma ka thonë këtë pushtet. Ka ndodhe kundër ta. Ka thonë unë jam Zot, unë do të më adhruhe. Dhe kjo ndodhe plot për njerëzve mas e mrujit, ale të nërëm gjemat. Sikur që ka ndodhe në kone Ibrahimit, ale i salat dhe selam. Qëfar ju ndodhe? Krejt shkacet që Zot ja u qonë mu udhëzu, bënë shkak mu të vijuhe. Këtë shkacet që Allah ja u qonë, por shembull, piti fiziku i njeriut. Piti fiziku i njeriut. Apo? Por shembull të nërëm gjemat, Zoti Gjelle Gjelalu e ka bërë që të ketë gravitet. Burri ka gruja, të rriqët. Edhe burri ka gruja, edhe gruja ka burri. Apo? Por kjo du të mu menagju me fe. Dhe thonë këshire, fakti që unë kam tërheqje, që shok jo me fe? Mu martu, apo? E të martona. Por shembull, fakti që Zoti e ban një gruje të bukur, një femër të bukur, që du të thonë? En atahu Allah ja ka dhanë, du të me mbuluhe. Sepse Allah më ka dhënë, edhe unë e du të me vetë, o Zot, ti që ma fale këta, qysh ta menaxhojën e këta, të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Ti ka dhënë Zoti do pare, ti ka dhënë do mundësi. Çka më bëni me ato mundësi? Mi kallëzua atij çka ti ka dhënë. Kur ta jap ti dikush një pasuri, ç'a më bëni me këta? Ç'a më bëni? Ta jap shefit ti një detyrë, apo edhe thotë unë të paguaj për këta. E ti tash koncentrohesh te detyra që ta merresh shpërblimin. E qka për ju ndodhë njerëzët e kundër ta? En atahu Allahu l-mulk, ja dha Allahu pushtetin, ki degradoj. Ki degradoj. Ki dha une du të më adhruhe. Dhe sa prej njerëzët të ndërum gjemat, i ke shpërdorin begatit e Zotit për të bo arrogant dhe i Zotit Gjelle Gjelalu. Dhe Allahu gjallë në sunën e Furqan, që ka përmi? Dhe shejtani është zullumqar dhe rebel dhe i Zotit të tina. Andaj largoju pja tina. Sa qëti me takatin tanë mi bo gjuna Zotit tanë. Apo, e sheti përshimë rrugaci. Apo, rrugaci me se hirët e gojës vetë, qëti mu bo kundër babës tanë. O thot babajat nuk do, o vlo, unë e du, unë e do së të kam tije. Aj babë e vlad e ka, shpirtin e e për ata, ama i rrugaci atë e në dhe shka i thot, unë e du tije. Aj babajat s'leme picikare, unë e ta du ti të mirën. Apo, qështu anë shejtani sa për ta portretizu të ndërum gjemat. Aj të badot, unë e ta du ti të mirën. E kia Allah që kemë mund ka falë, më ka kryu e bi ka thonë këtë të mira. A dhe të nërëm gjemat, ajo e cika do të ishte e duhur që të bëhet sebeb për modestin e këtina, u bo sebeb për arrogancën e tina. Faraoni vend se me thonë këtë nilin më ka thonë Zoti, edhe hajde o Musa të bindemi bashkë Allah subhanahu wa ta'ala. A i tha nili o jemi. Po ku më bë Faraon nili joti? Ku nili joti? Ku në mërut Iraki joti? Babiloni, sa di kujna? Mas shumë mija viteve, i kujna? A në të ndërumë sa prit mirave, merë për shimë të mirat praktike që mos mesin vetëm aspektin historik. Sa njerit Zoti jep shëndet, jep pasuri, jep familje, jep shtëpi, jep Zoti matë të bara kjo e tjala. Edhe në fund, a i këthen këto në adhurim? Me thë këshirë Allah, ma ka dhonë këtë shnet, ka mu falë, ka mu gjëru, më ka dhonë pare, zekat, sa ta ka nuk e nali. Zoti ma ka dhonë, aja të më sprovu me këta. Andaj, ajo qka është sebeb që e ka qua Allahu subhanahu wa ta'ala për udhëzimin e njerëzve, shumë prej njerëzve e ke shpërdorin dhe bëhet sebeb për degradimin e tëre. Dhe nëse i përcjell njerëzit, do të shifër se me nimetet e Allahit bojnë gjuna. Sikur që i tha Ibrahim ibn Edhemi, njëri prej xhamatlive të kohës së tina, kur i tha o hoq, çish me nal gjunajin? Tha shumë lehtë ki me nal gjunajin. Çish ta nali? Tha kur të marrësh gjuna çat ditë mos ha buk pi Allahit. Mos ha bukën Allahit. As ujin mos ja pi. Apo. Edhe në mush në tokë tati mos e ban. Apo. Po çish ku më gjetën ato tokë që sa ati? Po tha, pse mi bë gjuna? A mush me para minutë të mund të kish ku misafir dikul. Misafir në shtëpi dikujt. Edhe për shembull mi thon, mi aprish këtë shtëpi, mi amor mobilet, mi ajujt. Mi aprish këtë, apo. Çfarë thotë? Apo thotë, o ti i ndelum, ti si dush me bë kështu shkon në spitale. Apo, nuk i shkon në shtëpi. E ti nëse do me bë gjuna, mbaron tokë mos e ban. Apo ku ta bëj unë mos e tokë? Dhe bukën të kujt ja ha unë nëse nuk e ha bukën e Zotit. Atëherë tha,
këshire dë një vend që s'she. Apo, mos i shka këto që kita Allahit, po këshire dë një vend ku s'she. Po tha, po ku me gjithat ku s'she? A ka dë një vend që Allah nuk s'she? Dhe thonë, kum hi që tumë, po tru me kum bo tërë burg, nuk kum shë kërkush. Jo, të shef edhe ati. Andaj të ndërum gjëmat, shiko. Nëse dëshiron që krejt mirat e Zotit Gjelle Gjelalu mi shfizu që shduhet, kthej ato në udhëzim, kthej ato në adhurim, kthej ato në ibadet, edhe mos i kesh përdor ato kundër Zotit Madh te bareke ve teala. Andaj me çat lum, me çat deti që ka u krenu faraoni, çatu e miti Allah subhanahu ve teala. U krenove po, çatu të mirë. Andaj njerëzit miten me të mirat e veta. Allahu xhela i përmbys me të mirat e veta. Tjetra prej dobave të ndërum xhamat që ka nxjerr dietarët në këtë debat të Ibrahimit alayhi salatu wassalam, cila është se Ibrahimi alayhi salatu wassalam kur po debatonte me Nemrudin, përdori strategji. Çfarë strategjie? Ço i thon strategjia e manovrimit me argumente. Me babën e vet ndryshe foli apo? Me popullin e vet ndryshe foli apo? Me yllin, hanën, diellin. Pastaj me një pjesë të popullit të cilit e madhronin shumë idhullin, kështu praktik çka bani, e mure thaj. Ja u thaj krejt përveç të madhit. Pastaj çka i tha bel fa'alahu kabiruhum. Ato thon kush i ka mit, kush i ka thik këto idhuj? Tha çeki i madhi ka thik, vetë në ket. Apo vetë në ket. Kjo është manovër në argument. Çka është këtë janë argumentet e Zotit, to xhel xhelalu. Mirë po, Ibrahim alayhis salam din me dalluë kujt çka mi fol. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jawziyyi në librin e tij Madariju es-Salikin, në fjalën Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, yu'ti al-hikmata man yasha wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khayran katira. Allahu ja jep urtësinë kujt doje, e kujt Allahu jep urtësi ja ka dhënë khairin e madh. Thot Ibn Qayyim el-Jawziyyi, çka është urtësia? Urtësia është me bë gjëjen e duhur, në kohën e duhur, në vendin e duhur, në sasinë e duhur. Njani mund me bë për shembull një vepër, apo ajo shumë e mirë, ama se ka vaktin. Apo ka mundsi e ka vaktin, po s'u dash çat shumë. Apo për shembull ekipati mundet me thon mjeku, pi hapat në 2 motor. Apo njani më thon çto hapa shumë boçnoshin, ti graj kët për një herë. Jo, nuk pijen ashtu dozën. Apo më thon, o doktor, ja lecova vetes, ti më thave ka një unë 4-4. Hajt, çka lidhje. Ta shkurtojmë procedurën, s'u pritin në javë. Jo, po që nuk ka urësi. Urësia me pin 2 motor ka një. 2 motor ka një. E kështu me radhë. Ka mundësi për shembull t'ia ki qullu vaktit, po si t'ia qullu dozës. Apo ka mundësi si t'ia qullu venit. Ti e thave një fjalë, po se ka venin. Se ka ven, nuk i thuhet këtina. Apo, a mund shembull plakët mi thon, "Goxha liri kuje." Ti të tall ata. I të tall. E kështu me radhë. Andaj, shiko. Urësia çfarë është? Ta bësh gjëjen e duhur, çka duhet me bë, në vaktin e vet. Apo, në vaktin e vet. A mund me falsh taravia? Po taravia me vlerë e madhe po. Po s'falet 100 euro. Apo, a ve falna, mos falet. Gjithë cili e ka vaktin e vet. Apo, pastaj çka duhet me gjet kan vendin e vet. Vendin e vet. Ti nuk mundesh për shembull në banjo, apo, me thon, a di që unë s'kam vakt hiç, unë s'kam vakt hiç, s'du me hub kohën hiç. Marr lexoj edhe në Kur'an aty. Jo, ndërum, jo. Se ka vendin aty. Do të më mor abdes, do kon veni pastër. Të ndërrojmë gjithmonë kjo në urtësi. Ibrahimi alayhis salam krejt urtësinë e ka përdor. Apo a i shkojnë në mbrojtje thon, unë ta thaj karrikën, ja, se nuk shkon me këtë. Nuk shkon me këtë kështu. Se aty në çka u dash me udhthi idhullin ja thaj. Me babën e vet e pa çish foli, ja e beti, o baba ja. Apo ky tash duhet çish mi fol, kjo mbret, ky sultan. Apo andaj përdorimi i argumentit në dozën e vet, në kohën e vet, me njërin e caktuar është urtësia e Islamit. Sa pe neve përdorin njëtën fjalë, se ndron hiç, veç ata e përdor, me bab, me nan, me cull, me shok, me asi, me kamarier. Këtë nja, o vëllai nuk shkon kështu, se njënja kamarier kjan babajot. Nuk mundet këtë një sojt, ja po. Këtë e ki po, krejt njerëzit me një emër i thirr. Nuk shkon kështu, du të me ndru trajtimin. Du të me ndru. Dallon dostijot pi hoxhës. Dallon dostijot pi shefit. Ti dallon këto, apo? Se të thojnë shefit, ki qetëro. A ka mundësia më i ri se ti, ma shef. Andaj shiko, Ibrahim a.s. Qish foli me mbretin? I foli me kujdes, kadale, edhe me argumente. Qfar? Por shembull, kur i thaj, unë e jap jetë edhe unë e marr jetë.
Kështu të ndërun xhamat mundet me paspordor këtë fjalorin, çka mundet me thon për një mendje lehtë. A pa shpjegum legjëratën e kaluar. Po çfarë don me jetë, kujt hallave jetën, apo? Atja ai e koktula. A koktrashia. Po me mbretin s'folet ashtu të ndërun xhamat. Me mbretin nuk folet ashtu. Çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Dy shahida janë më të mëdhtë te Allahu subhanahu wa taala. I pari Hamza radhiyallahu anhu. Apo Hamza radhiyallahu anhu, sepse ka mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe i dyti, ka thënë dhe i dyti është një njeri i cili shkon te sultani. Por te sultani nuk ka lehtë me shkuar. Dekretari nuk ka lehtë me shkuar. Apo tjetra, dhe ja thot fjalën e vërtetë, edhe ai e vrat. Kjo është shahidi më i mirë te Allahu subhanahu wa taala. Pse? Se nuk folet me ta çish dush. Kur ka shkuar Ahmed ibn Hanbali rahimahullahu taala para pushtetarit, s'ka fol sigur ka fol me tjerë. Ai ka thënë ja emir al-mu'minin, o prisi besimtarëve. Apo thon, ai ke pa për shembull shkëlqësia juaj, dhe mbrata, nuk folet me ta çish dush. E shumë pra njerëz mendojnë se na folna me këtë njësoj, nuk mundesh me fol me këtë njësoj. Duhet me kuptuar se ka manovrim në muhabet. Me njërin folet ndryshe, me tjetrin folet. Ti nuk mundesh me kallëzuar argument që ka kallëzon xhelitan, apo edhe ç'i ka kallëzon dostitan. Ti thu xhelita çupe mush me një uçati. Apo jap urdhër, apo ama me pas dosi thu a ka mundsi. Me doste ki ata. Mvarë çfarë dosti e kije. E nëse o manalt i thu ata mushin e ujë. Andron, e njëti nuj me thu këtu ata mushi, ati thu mushma. Se ka ndru personi dhe ka ndru trajta. Ibrahimi a.s. në vazhdimisht e mbajke këtë vijen me kana të fol. Si të cëlit ja jipke vendin edhe pozitën e vetë. Për këtë arsye edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me si cilin fliste me çfarë? Me dozën e vetë. Me dozën edhe me përshtatshmërinë e karakterit të tij. Andaj për shembull kur ka një ditëve Ebu Huraira radhiyallahu an dhe ka pyet një pyetje, i ka thënë ja Rasulullah, kush e meriton më shumë ti shefatin ditën e Kiametit prej teje? Barkan ki me vëmë më shumë ndërmjetësim, çka tha pejgamberi alayhis salam, tha o Ebu Huraira, e kam prit se ti kimë vet. E kam prit se ti kimë vet. Pse si ka thënë për shembull Khalid ibn Walidit, Amr ibn al-Asit, s'janë morë ato me ilm. Si cilit ja ka dhënë atë për të cilën është për shtat. Andaj ka thonë e Huraira, unë kam ditë se ti kimë vet për këtë pyetje. Edhe çfarë i ka thënë? Ka thonë wa as'adun nas, dhe njerëzit më shumti që do të lumturohen, do të marrin nga lumturia e shefatit ditën e Kiametit prej izës Allahu subhanahu wa taala që unë me bëj shefat, ka thënë ata janë të cilët nga zemra dhe thellësia dhe zbatimi e thojnë fjalën la ilaha illallah, pra e jetojnë islamin që duhet. E thojnë fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah dhe e zbatojnë atë në jetët e tyre. Për mësimet e ndërruar xhamat që i kanë nxjerr dietarët nga ky argument edhe ky debat Ibrahimit alayhis salatu wassalam, cila është ndërruar xhamat, është se çfarë? Kur diskuton Ibrahimi alayhis salatu wassalam, nuk i nxjerr këtë provat e forta përpara. I mban gradualitet. I nxjerr disa, nëse dhëzin mirë, i ka tjerat. Apo ço i thon plani A, plani B. Në strategji të luftës kjo përdoret. Dhe çdo strategji, planifikim. Për shembull, ka planifikim, apo shumë ekipi për shembull ti në shumë vende, apo në shumë planifikime, apo shumë firma, ki plan A. Shkojmë kështu nëse shkon rregull. Apo mirë, nuk shkon, shkojmë plan B. Apo nuk na shkon kjo. Bëhet shumë manovra me plane. Pse? Që si cila ka mundësi mi u përshtat rrethanës vet. Ibrahim alayhis salatu wassalam çfarë bani të ndërum xhamat? E përdorin një argument boll të fuqishëm. Shumë të fuqishëm. Ai Zoti jam është i cili jep jetë dhe merr jetë. A ka më të fuqishëm? Po, ka më të fuqishëm se kjo. Ku ka më të fuqishëm? Ka më të fuqishëm për Nemrudin. Kjo vëzë duhet më na mësoni sen. Dikush e kupton një argument. Tjetri thot, unë s'e kuptoj çta. Unë s'e kuptoj çta. Por çemu të ndërrum ta kuptojnë në çështje. Na si shqiptar, musliman, a mund ta kuptojmë lehtë pa e njoh gjuhën arabe, pa e njoh poezinë arabe, pa e njoh historikun e arabëve, pa e njoh rrethanat e arabëve, pa e njoh kapacitetet e poetëve të arabëve, a mund ta kuptojmë ne kur thot Allahu subhanahu wa taala fa'tu bi suratin min mithlihi, sjellni një Kur'an ngjajshëm? Sa ne kupton? Dushme mësuar gjuhën arabe mirë, me e kullu mirë, me e fresku mirë, me a ditë detalet mirë, me a ditë harfët mirë, me e ditë historikun e poezijës mirë, me e kuptu se që ki poeti ka kapacitet me manovru e me 28 shkronet arabëve, qka doje? Apo? Qka doje? E thurë poezijën që ti për që ti? Dhe ata e kanë mëni kulmin e të folurit arabisht.
kulmin. S'ka ditë dikush me folë ma mirë se ata. Ma ata s'kan pas as fabrika, as prodhime, as kur gjë. Çka kanë prodhuar arabët? Fjalë. A dhe Kurani ka zbrit në ta. Ka zbrit me alegori, ka zbrit me retorik, ka zbrit me çfarë? Me gojatori, oratori. E ti për shembull thot dikush, çish ta kuptoj unë për shembull, çeti me ta pru kështu një arab. E kiti na e kena musafin. Apo edhe supozoj një arab jo musliman. E kini arab so musliman. Edhe i thua, pse ti së në thuni si fjalije? Ja? A i mundet me thanë, o s'muj. Ama ti nuk e kupton sekretin sakt pëse s'nuk mundet. Apo, për shemull, që ta kuptojsh? Ti për shemull, në gjuhën tale, në gjuhën shqipe, vjen për shemull një njeri cili dishkrim dhe lexim, ose o poet, edhe e shkru një poezimin një herë. Edhe ti për shemull e shepse emocionale, e kështu më radhë. Edhe ti thu për shemull, shumë e mirë kana, shumë e bukur kana, më preki shumë. Apo, edhe veç thot, që lapsin, shujet e një me fjallët e tua. E ti e merë, emër, zemër. Apo, e ki pa do, se munohen, emri, zemri, loti, zoti. E munohen, poezie ma dhe u ka pa kjo. Po jo, nuk ka jo veç me këshira ati rimat në fund që shja. Nuk ka kjo ambeti. Dhe pas kuptim ajo, dhe thelba jo, substancë. E ti shka thu, s'diju, ne. O lapsin e ka, po s'di me pa poezi. E arab të ndërum gjëmat. Apo, sot kjo nuk përdorët si mugjize. Për këta syna shpesh herë, por shemë i ikim kësaj. Pse i ikim? Ajo është mugjize. A e shka e di gjunë arabe, e lexon poetin. Ti thu, qiki poet, me qiket kapacitet intelektual të poetikës, s'mund të thot një gjisa jeti. Se kjo është fjallë e Zotit. Kjo është fjallë e Zotit. Apo, për shemë të ndërum gjëmat, as njani prej njerëzve s'ka mund, as ka tentu ta bën një ajet si Kur'ani. A kanë tentu me thonë fjallë si të pejgamberit alayhi salatu wassalam? Po. Andaj kemi hadith sahih, kemi hadith dhaif, edhe kemi hadith maudhu', i shpik komplet. A ka njani për shimë të net, ka thonë, s'ka dit njerëzit që shmi i bind, ka thonë, ka hadith për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë kështu dhe kështu. Mirë, pse s'ka ajet sahih edhe dhaif? A hadith ka sahih edhe dhaif, a ka? Për shimë në thojna, plot për gjëma, thot, o gjë e kum lezu që këtë hadith, jo, sa i vërtet, se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtu po unë lexova, po ti lexova, po sa e vërtet. Apo, edhe për shembull vjen tjetër thotë kum lexu sa i Buhari, po vëllai, kjo e vërtetë. Këtë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po pse nuk na ndodh për shembull njëri më thon, e lexova një jetë na më thon jo, nuk ka e vërtetë kjo. Hasha wa kella. Sepse tentativa këtu e kohë, ti sun folzaj. Ama vetë mo insan, ai kur flet, ti ke mundësi më afrua imitimit fjalës tina. E këshiu çish folaj zakonisht apo? Kjo ndodh për shembull njëri hoxha imiton hoxhën, dietari imiton dietarin, hafiz imiton hafizin apo për shembull sa për hafizar dalë dhe imiton ndonjë prej lexuesve të mëdhenj. Se mundet me imitu leximin. A mundet për shembull njëri me shpik një ajet? Jo. Pse? Sepse është jashtë kudretit njerëzor. Kjo hinore. Nuk, për shembull, mundesh me menue miliona vet. Nuk mundesh me thon një ajet Kul hu Allahu ahad. Allahu veç që ka sfidu arab. Ka thonë veç thune që ka që thuje qështu të njajshën, formuloje. A e dëgjoni të ndërum gjëmatë Kur'an, shpesh pëse nisin ajetit Elif Lam Mim Qaf. Pëse nisu Hamim Ta Sin Mim. A e dëgjoni Kur'an, fillim qështu e nis. Pëse e nis Elif Lam Ra. Këtu janë shkronja. Çfarë kuptimi ka? Ka thënë Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Allahu gjallë çka i thot? Elif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fi. Elif Lam Mim, kjo është libri i Zotit, me të cilin po e tham me shkronjat e juve. Çeku i ke shkronjat banë edhe ti. Sfid. Sikur ti kur i thu dikujt kështu. Apo ti thu shumë mirë pas ke ndrejt çka shtëpi. A ti thu hastu me mua. Çeku i ke materialin, ndrejtë. Ja, unë s'di me ndrejt. Për shembull, a maru kjo pi plastikës? Gjam, plastik. O më ti ki bleni me euro. Pse? Plastik kam ama ajo procesori mrena, ajo aparati mrena, ajo sistemi mrena, ato udhëzimet që ka jenë mrena, ajo monir, zdi me bo këta une. Apo? Andaj, Allahu subhanahu wa ta'ala i ka sfidu arabët. Po na këta se kuptojna. Pse nuk e kuptojna? Si shqiptar. Ajo shka e di gjuna arabe e kupton. Ajo shka e di mirë gjuna arabe. Apo? Pse e kupton? Dhe së këshyre. Kudreti i poetit arab ka mëni maksimumin e vet.
dhe pastaj me këtë kudret, i cili ti reciton 5.000 vargje pimene, sun ta thot një ajet arabisht, që ka thonë Allahu subhanahu wa taala, që i bie kjo është jashtë kudretit tan. Apo, a hadithin mundet më afrua. E mirë, tani Ibrahim alayhis salam çka bani të ndërum xhamat? Ja dha një argument. Qala rabbi alladhi yuhyi wa yumit, ka zoti jam edhe ka që jep jetë edhe merr jetë. Se murvesh. Në rregull, se murvesh. Kalojmë çfarë çka. Çka kalojmë? Fa inna Allah yati bish-shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib. Zoti jam tha bie diellin nga lindja, bie ti për perëndimit. Apo, tani të ndërum xhamat, disa dietar çfarë kanë thënë? Dhënja e jetës dhe marrja e jetës, një, lindja e diellit dhe perëndimi i diellit dhe ana sjelltas, me mor prap me nxjerr diellin lindje. Cila më e madhe se cila? Domethënë me fjalë të tjera, a ma leta me hec diellin, a me kriju diellin? Ma leta me hec. Aty njëherë ke nxjerr mo, e ke krijuar. Andaj Allahu subhanahu wa taala në surën Yasin, çka ne e lexojmë atë vdekmive, ai lëm gjallë pa e lexuar, apo çka thot Allahu subhanahu wa taala, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu. Insani neve po na e sjell një shembull. Arabti kanë thonë, çish mundet me njëri mu ringjall? Allahu just thot, wa nasiya khalqa. Po kush ka krijuar para në herë? Po çet ka krijuar para në herë, krijon për ditë, krijon për shtrejt, apo ai ki pa për shembull ato që e kanë krijuar, thot na e patëm zorin se e banëm një kopje. Tash ti bojna 100 mijë sa dush. Apo? Unë në parën e patëm, apo? O kon zor me nxjerr aeroplanin e parë. Mos arina veç ai ki parë, apo? Ta bëjmë sa dush bëjmë apo? Na të parën s'e nxjerrëm. Allahu ç'ka thot? Thot, "Wa nasiya khalqa", ka haru kush krijohet para në herë. Apo? E tani, cila më e ron? A dielli me lëviz në trajektorën e vet, a në vijën e vet, rrjedhojën e vet, a me kriju diellin? A me kriju diellin e marran. Pse kise kuptoj mat substancën, po kaloj te tjetra? Për pa diçka tjetër në të ndërum xhamat. Se jo argumentet i kuptojnë këtë njësoj. Dikush se kupton. Andaj na për shembull, nëse ti shkon dikujt na për shembull, të ndërum xhamat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka lexuar Kur'anin arabëve, thaj më të lexuar nuk ka bind. Apo na Kur'an më ja lexuar dikush thotë kanë atë frikë mua. E shumë me kuptu që i ti bo davet atina. O të i të më frinë, Allah, i smut jam una. Se të na Kur'an, vesh për me frinë këna bo. A është vëtë të frinë se krija kanë të dhim. Kanë të dhim kama, kanë të dhim gishti. A gara e në të bo me Kur'anin të ndërum gjemat. Allah i na falë. So Kur'ani për këtë punë. Mirë, po pse nuk dhejës, të na se morë në vesh. Pejgamberi alayhis salam dhe se me ka lexuar Utbetun Rabies Kur'anin dhe ka thonë, na luse më zemra fluturoj. Jubair ibn Mut'im e ka dëgju pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam surën Tur, am khuliqu min ghayri shay'in anhumul khaliqun. E ka lexu kur ka mritë kjo fjala, ka thonë, ka të më fluturu zemra. Allahu ja thot, a janë kriju pi hiqit, a vetë kanë kriju vetën? Ti a ki kriju vetën, a ki pi hiqit? E shmunët hiqi me të nxerë tije. A se ki kriju vetën, a dhe shka thot Allahu subhanahu wa ta'ala, pa tërë Allah jo pas ka kriju. Thot, ka të më fluturu zemra, së ne pritat aso se akshamin me falë, që këta pranu islamin. Ama na përshimu ja lezojnë a njerit, janë këta jetajt, pse nuk e kupton. E tani, dikush thot, e që ka të bojna, kalojmë në argumentit tjera. Po për shkena të mojtë dërës, të ndërëm gjimon. Se ju me morë vesh Kur'anin drejt për drejt, shka në me për dërës. Që ku e ki dërësi? Dërësi janë Kur'an. Në muajnë Ramazanit, sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, tabiinët, Imam Shafiu këtë librat I kam zhel në Ramazan, edhe ju ka përkushtu Kur'anit. Po kjo s'vlen për zamanin tonë, të ndërum gjemot, se na këtë që këta pengatrojna. Qka ka vlejt atëherë, a vlen të mëzdëshmërit se na? Po vlen nëse ti e në gradën e ati, po ti si gradën e atina. S'krasot inteligenca e ti me inteligencën tane, dija e ti me dijen tane. Ku krasot sahabia që li ka morë vesh Kur'anin drejt për drejt? E shka pas nevoj për turgjuman, a si duhet për këthisi, a I vete mërë vesh. Andaj, Ibrahim a.s. që ka vani? Tha s'pe kupton argumentin e parë, po. Edhe pse I dyti, është, I thënë, far'un anil awwal. Kjo është nërd parin, ama është ma I qartë për Nemrudin. E kjo çka, po Nemrudi çka I ka thonë? Pra, argumenti I para dosh më jam shilgojen. Shumë shilgoja me të parën. Ja prun argumentin e ditë, thot Allahu xha febuhit alladhi kafar. Atar çafire e msheli gojen. Dietar kanë thonë, pse e msheli me argumentin më të dobëse të parën? Pse? Se ka qenë më I qartë se ai. Andaj kemi argumente më të forta
po janë më të paqarta. Si doni me mojt merr me Kur'anin. Kur'ani arabisht është më i fortë se shqip. Kur ti e shpjegon, ama ti se merr vesh, ka duhet a be ndonjë hoxha ka që më kallzon? Se ti se merr vesh. Apo, e tani argumenti i parë Ibrahimit është më i fortë se i dyti. Por i dyti jo më që e mbyll gojën për Nemrudin. Ama se shiko, Ibrahim alayhis salam çka bani tha? Zoti jam jep jetë edhe merr jetë. Shikoni këtu, jep jetë, merr jetë, vlen edhe për mua, edhe për dillën, edhe për hanë, edhe për yjet. Pro Nemrud, po këtë ahe ka krijuar. Se mor vesh. Çka bani? Tha, atëherë mos e s'po merr vesh, po hajt nale. Asë në nale. E po çse tu dashta me dalën. Andaj duhet të ndërrojmë xhamat ta marrim në mësim piksana. Të manovrojmë me argumente. Se kupton të parën, dalmi te ditë Allah. Se kupton ditën, dalmi te e tretë Allah. Kemi argumente shumë. E kanë pyetur Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala. Ka thonë sa ka argumente për Zotin? Ka thonë sa ka krijesa. Sa ka krijesa, edhe unë, edhe ti, edhe 8 miliard njerëz janë argument për Zotin. Çdo miz çka e sheh, çdo bubrat çka e sheh, çdo ditdillin çka e sheh, çdo pemë çka e sheh. Këtë argument për Zotin e madh. Sa herë që të haj buk. Apo, sa herë që të bëhet buk. A e di sa njeri e krijesa u ka angazhuar me hangër ti buk? Ha? Ka disa transmetime nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu se ka thënë furraxhia i funit në bukën tënde. Njëherë meleku i cili Allah thotë shlej shiun. Pastaj i thot diellit për qelle. Pastaj nxeja, pastaj bjen në tokën pjellore, apo pastaj atje ngjizën. E kështu me radhë. Ka thënë Ibn Abbas radhiyallahu anhu ka thënë furraxhia i funit edhe ti veç e merr. Apo kjo nimet i Allahut, kjo begati e Zotit. Kur ti kur ha bukën, krijesat shumë të na angazhue për me boti. A ki pa përgjemu hini këshire emosione për me undresh një kërë. Njën e ban njën në plastik, tjetër e ban këtë tjetër, tjetëri guma, tjetër. Kret ato, si cili sektor, edhe në fund thot, e pa abo Mercedesin super. Apo, e te buka, atë kujtot, a e menon ti sa angazhimi krijesave janë angazhue, e në fund veç buk pjek, si e ka shti me e pjek. Edhe ti veç e ha. Edhe thue, buka mirë kana. Elhamdulillah i kumbet. Andaj të nërëm gjëmat, kemi argumente në tokë dhe në qilë, sa të dush, të Allahu subhanahu wa ta'ala, wa fi enfusikum, edhe në vetën e juve ka argumente. Vesh menone sa argumente ka për Zotin e madh te bareke wa ta'ala. Dhe fundit të nërëm gjëmat, dhe ka shumë sime, por se historia e Ibrahimit a.s. është edhe shumë e gjatë, do të kalojmë edhe skenat të tjera, edhe në fund të febuhit e ledhi kefara, wallahu la yahdil qawma adh-dhalimin. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ju mshel goja atij i cili ishte pabesimtar, kafir, thot Allahu nuk i udhëzon popullin zullumçar. Allah nuk e udhëzon popullin zullumçar. Kam thënë beksaj të ndërmë xhamat se zullumi është shkaku kryesor i mos udhëzimit njerëzve. I padrejt kur i je, i shtremt kur i je, i zhdrejt kur i je, kur nuk e do drejtësien, kur nuk e do të mirën, kur nuk e do begatien, kur nuk e do mëshirën, kur nuk i butësi, kur nuk i do gjërat më kanë në vendin e vet, kur këshir veç ti me mor, kur e di se dikush që kjo i takon çatina dhe s'ja jep. Këtë kjo thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, wallahu la yahdil qawma adh-dhalimin. Sepse parashtrohet një pyetje. A mos vall Ibrahimi sa të ditë me fol që s'm be udhzon? S'm be udhzon popullin e vet, s'm be udhzon babën e vet, s'm be udhzon Nemrudin. A si të ditë me fola? Jo, Allahu xha tha. O Ibrahim ti ose. Çka pat në dorën e njëri ti e kryte, mas mirë ti ja ke shpjeguar. Po pse o Zot s'po udhzohet? Wallahu la yahdil qawma adh-dhalimin. Sepse Allahu sa të dash me udhzue. Apo, a do të ndërum xhamat shiko. Ne e më rëndësi kanalin e udhëzimit me lon qel, dritarë le qel. Apo, dritarën e qel. Pastaj dikush shkon mshejat pi dillit, në të mshejat ai. Shkon dikush him podrum. A na kena vakivo, zakon e kena. E bën shtëpinë 4x podrum rrina. A kështu si traditë kena këta. Apo, edhe dillit, del dill na him podrum, hiklo. Del udhëzimi dersi hiklo mos e ngo. Sepse ti ato më udhëzua. Andaj shiko, çka thot Allahu subhanahu wa taala, fa buhita alladhi kafar. Spat çka më thon mo qafiri. Mirë po parashtrot pyetja, pse nuk u udhëzu? Sepse wallahu la yahdil qawma adh-dhalimin. Zoti nuk i udhëzon zullumçarët. Lutë Allah mos me të bëj zullumçar. Wallahi nëse ka një grim zullumi, ças grim zullumi s'kemë pas udhëzim. Apo, nëse keni dritare, ti vesh një dritare ki të shtëpia. Sa të himpi dillit, sa dritarja. Sa dritarja çaj. E çel derën e madhe, hy dera, hy drita. Apo, njëri thotë unë hiç në shtëpinë s'kam dritë. Po çel Allah, çel dir. Pse s'pe çel? Drita Allah subhanahu wa ta'ala hi rrezët hin kudo që ka mundësi me kapërcije. Për këtë arsye të ndërum xhamat, shiko. Zullumi është sebepi kryesor që njerëzit nuk udhëzohen.
Wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Allah nuk i udhëzon zullumçarët. Andaj, e para cila të ndërum xhamat, se ata të cilët dalin kundër të vërtetës, dalin për shkak të epsheve, edhe zullumit të tyre. E dyta të ndërum xhamat, çka bëhet? Ha? Se zullumi, edhe me këta po e përfundojna. Zullumi të ndërum xhamat, çka e shtini me banë mrudin? Zullumi të shti me lip atë çka nuk takon. Kjo është ndërz vetveti, do ta shtrim pastaj në vende të tjera do të vim, edhe pse mo historia e Ibrahimit alayhis salam kalon vetëm histori tjetër, duke e projektuar kiblën e muslimanëve, mirë po mëna me këta. Çka e shtini në mrudin me lip që janë Zot? Zullumi. Zullumi e çorron njerin deri në drejgje, kujton se këtë dunjaja atina. Zullumi e ban njeri me mendu se gjithë shka i takon atina, kur gjo nuk e ngop, kur gjo nuk e knaq, veç e keqja. Po këta sy të ndërum xhamat, nëse don me kan, i udhëzum pi Zotit, mirë njohës për begatien, dhe mos me kërku që ti mu adhrue, dia qadrin vetvetes. Dia qadrin vetvetes. Atë ka ardhur në urtësi të shumta, pse këto transmetohet si hadith, por nuk është e saktë. Men arafa nafsuhu arafa rabbahu. Ai që e njeh veten, edhe njeh edhe Zotin e vet. E shumë për njerëzve nuk e njohin veten, andaj edhe lypin çka si takon. Sa pi njerëzve lipa çka si takon, po s'takon Allah. Po e du, po nuk takon. Nuk është harami, nuk është joti. Gratë nuk janë tua, s'ban mikshira ato. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim. Thuaj besimtarit të ulin shikimet. Apo, në diçka nuk ka e jotja. 2.5, 1/40 e pasurisë tonë nuk ka e jota, heke, thot unë vetë kam fitu, so e jotja Allah ka po farz, heke. 12 saat, 13 agjërimit, s'janë tua, dush me agjërue. Në pse na tunet pa buk? Në buk, këtë jena të shpia, po pse s'po hajna? Se sa e jona, tash nuk takon me hangër. Për shka jemi agjërushëm? Për mi kallzu Zotit, o Zot, ajo kur s'm takon, unë nuk e marr. Ani frigoriferi, para shpësive ta marron gruaja ti iftare, po ti thu haule. Se s'm takon me hangër. Që kjo drejtësia të ndërum xhamat, ta kish për parasive dhe mos ta prekësh. Çka tha Ibrahim alayhis salam? Qala rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ta Zoti jam jep jetë dhe merr jetë, edhe ky pi zullumit çka tha, edhe unë e baj këta. Që kjo zullumi të ndërum xhamat, i ja ban njerit me kërku atë çka nuk i takon. Dhe sikur që faraoni e kërkon atë çka nuk i takon, edhe shumë zullumçar sot në botë pe kërkojnë atë çka nuk i takon, mirë po nuk do ta marrin. Me izin Allahu subhanahu wa taala nuk do ta marrin. Këto vëzë ka edhe shumë prej mësimeve, por se koha na ka përfunduar, andaj po përfundojmë këtu për të vazhduar pastaj me izin Allahu te bareke ve taala në vazhdimin e historisë së Ibrahimit alayhis salam. Elusim Zotin e Madh xhelle xhelalu, që Allahu subhanahu wa taala na mëson që të mësojmë nga libri i Zotit, nga suneti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhelle xhelalu na mëson që të ndriçohemi me librin e Allahut, që të udhëzohemi me librin e Allahut subhanahu wa taala, që Allahu t'i largon karakteret e këqija prej neve. Elusim Allahu subhanahu wa taala që Zoti jon xhelle xhelalu ta pranon agjërimin prej neve, të na mundson që të mbushim këtë ditë të Ramazanit me vepra të mira. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.